Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Shpesh dëgjojmë njerëz duke thonë, po e pres Ramazanin edhe me përmisu këtë vepër. Si të fillon Ramazani, edhe ne filloj këtë vepër. Kjo është e mirë po është edhe e mangët kjo përgjigje. Për çfarë arsye? Sepse ti nuk është Ramazani I cili të ndryshon ty. Po është kthimi yt tek Allahu I sinqert dhe ajo duhet të jetë në çdo kohë në çdo vend, sepse Allah, siç është Zoti I Ramazanit, është Zoti edhe muajit Shaban, në cilin po jetojmë tani. Është Zoti I gjithësisë, I kohës, I hapësirës. Ti patjetër duhesh më u frigu Allahut azza wa jall në çdo kohë dhe në çdo vend. E jo me prit një kohë të caktuar për me dëshmu se ti je besimtar. Ti duhesh me dëshmu besimin tënd në çdo kohë dhe në çdo vend, duke u treguar I devotshëm, ashtu siç na mëson I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Ki frikë Allahun kudo që të jesh. Dhe kjo në gjuhën arabe haythu ma, kudo, që neve përkthejmë gjuhë shqipe kudo, kjo në gjuhën arabe është më shumë më përfshirëse. E përfshin hapësirën kohore dhe vendore. Ki frikë Allahun në çdo kohë dhe në çdo vend që ti je. Ashtu do me thonë kjo hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam. Frigoju Zotit kudo që ti jesh. Dhe patjetër se njeriu është I dobët, dhe patjetër se bjen gabim dhe bën gabim. Vazhdimshmërit hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam na mëson se si duhet të sillemi kur neve gabojmë. Thot watbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dhe përcjelle gjunon që ti ke bën me një vepër të mirë, vepra e mirë e shlyn gjunon, e mund. Sepse ditën e gjykimit llogaria bëhet hesab me peshorja e veprave të mira dhe veprave të liga. Aty ku peshon maran, aty është drejtimi yt. Aty ku peshon maran, aty është drejtimi yt. Atëherë ti nëse gabon, përcjell gabimin tënd me një vepër të mirë. Dhe mos thuaj ku më gabua edhe hajt pe gaboj apet, apo po vazhdoj në gabime. Jo, kurse si. Ktheju Allahut me zemër të sinqert dhe adhuroj Allahun. Është shumë mirë që ti të përgatitesh dhe thurash, unë në Ramazan do të ndryshoj. Po ndryshoj tani, sepse ti nuk e din a do të arrish Ramazanin dhe unë nuk e di a do të jetojmë deri në Ramazan. Dhe kjo është një qëndrim që duhet të pas besimtari, që në çdo kohë I bindet Allahut dhe dëshmon devotshmërinë. Devotshmëria është ajo për cilën Allah azza wa jalla ka lidhsuar agjerimin e muajit Ramazanit. Devotshmëria, thot kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Thot Allah, ju është bërë obligim juve agjerimi, ashtu siç ju ishte bërë obligim atyre që ishin para jush, në mënyrë që ndoshta ju të arrini devotshmërinë, ndoshta të tregoni të devotshëm. Dhe devotshmëria është kryerja e obligimeve dhe lërja ndalesa. Dhe në adhurimin e agjerimit bashkohen këto që të dyja. Njeriu e kryen obligimin duke agjeruar, përgjigjet Allahut dhe I lër ndalesat I frigohet Zotit gjatë ditës agjerimit. Lër gjëra që janë elementare, që në sens nuk janë ndaluara, pirja dhe ushqimi, le që nuk janë ndaluara, po janë esenciale. Pirja uajit është esenciale, është nevojë. Ajo është I gatshëm me lënë atë nevojë esenciale për Allahun, për mi pëlqyer Zotit. Edhe pse nuk është haram jashtë Ramazanit ajo. Ajo është I gatshëm me lënë. Edhe kur merr abdes është vetë, nuk e shef kërkush, vetë se Allah. Ai e shtin e fut ujin në gojë, e shpëlon gojën për me marr abdes, mirë po nuk e gëlltit, nuk e përbim ujin. Për çfarë arsye? Sepse din që Allah e shef. Ajo është devotshmëri. Kjo është sjellje, kjo është mesazhi I muajit Ramazanit. Kjo është mesazhi edukata që na jep Ramazani. Është devotshmëri e cila dëshmohet me kryerjen e veprave të cilat Allah na bën obligim dhe lërjen e atyre që Allah na ndalon, edhe nëse nuk na shef askush, neve I frigohemi Allahut dhe nuk I bëjmë ato vepra, ju shmangemi harame dhe ndalesa. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأصلح شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واجعلنا من الراشدين.
هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهد قلوبنا يا رب العالمين، واجعلها مستقيمة على أمرك، واجعل أجسامنا تابعة لها. اللهم اجعلنا من الصادقين والصديقين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه نحن والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين حيثما كانوا، اللهم وفقهم لنيل رضاك في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.